Pra, pavarësisht se ja ke marrë tokën, ja ke zaptu tokën, me nofta ke kryu dhe 100.000 probleme, por në momentin që bani legalizimin, thoshte, një person i cili ka ndërtu një shtëpi në mes të Tiranës ose kudo në tokën e tjetrit, do të marrin 3 fishin e sipërfaqes të ndërtimit dhe jo ma shumë se 300 metër. Pa lek. Nërsa deri në 500 metër duhet ta bleshë sipërfaqen e pronës. Kështu e thoshte ligji. Tani këta persona, se lidhna konkret atje në atë zonë atje, nuk kishte interes sepse ishte moçal. Ndonë si ja u kishte dhënë shteti me 7.500 ata s'kishin as një interes se nuk prodhote gjaj ato. Falë që po një lëkom. Tashi, përse duhet mjapi shteti mu me ligjin 7501, 7501? Një pronë e cilën ka dasër është e imja. Po s'karen si ta jepte ku donaj. 7501, oren kjo. Në qo se kjo pronë është e imja dhe nuk është e zonën. Son kam problem pronë është e zonën, s'kam që po ndërtoj komunizmi. Qo se kjo është e imja dhe nuk është e zonën, është fare e thjesht i kthejt pronarit. Po mos e merr aty, merr dikon tjetër. Se mos ta morë aty, kur është bosh. Po dakord pra, po ka 2 mekanizme dhe 2 forma për ta fitu pronën. Një me 7.501 dhe një me Agjencinë e Trajtimit Pronave, që pronat do ta vërtetosh që ka qenë parë vetuj. Iko. Ore një gjo, pse duhet ta marr aty, nëse aty ka interes publik e kuptoj ka gjo, po kjo pronë ka nejt për 35 vjet bosh aty. Atëherë na ligji thoshte, sepse fillun të nga tresat me ligjin 7.501, se gjithë sipërfaqja tokës në Shqipëni nuk ishte e shtetit, pavarësisht. Dhe kishte secili problem. Kishte dhe shteti, kishte dhe publike. Kishte, vetëm ato që u bën, që u kneta, këto që u thanë. Jo kneta, Bregdeti ka qenë, po t'japun një rast, pishat e golemit ka qenë pronë shtetërore që kod zogut. Dhe ne masakru me bom ashtu si e bom. Tani, për sa i përket ligjit, ligji ishte shumë i pastër për sa i përket mënyrës që ti mes me ngatru fshatarët ose qytetarët. Ti je dakord me ligjin 7501? Po nuk jam dakord, por ama jam dakord për veprimet pas ligjit. Pra u miratu ligji, pas miratimit ligjit, në mënyrë që unë që kam tokë timen të parëve të mi, edhe me marrë të toka e jote, unë nuk ishte kuptim. Dhe ligji tha që komisionet vendore të ndarjes së tokave ti japin të drejten atyre që ta dajnë fshatqe. Shumë zona janë da fshatqe. Fshatqe u da me ligjin 7501? Po pra, fshatqe, kjo fshatqe. Po prapo nuk ka sens se jeni jurist. Në qoftë se ligji, nëse toka është e ime, pse do ta ndaju me tjerë? Po s'është më joti akoma, do ta përfitosh.